e kemi menduar ndoshta shërimin duke kërkuar dijen, e kemi menduar ndoshta shërimin duke përmirësuar botkuptimet e tona, po ndoshta se kishim menduar që pikërisht rreziku pas qenë nga një shoqëri e keqe ose nga një rreth jo i mirë, i cili i ka stimuluar ndoshta domethënie toksike të cilat ne kanë vazhduar përkesimin e zemrave dhe realisht nuk ka ndodhur ndonjë shërim i zemrave tona. Saktësisht në një shoqëri të mirë është pyetje e madhe, por realisht është edhe konstatim i pa diskutueshëm. Në një shoqëri të mirë zemra mund gjej shërim, sigurisht në një shoqëri të mirë zemra mund gjej prehje shpirtërore, sigurisht në një shoqëri të mirë zemra mund të merr një kohë të mirë drejt botkuptimeve të cilat mund të jenë shumë jetike për shëndetin shpirtëror. Sigurisht edhe kundërta, ne mund të sëmuremi shpirtërisht dhe kjo të jetë si pasojë e njerëzve me të cilët kemi qëndruar, e njerëzve të cilët na qëndrojnë afër. Sigurisht se mund të marrim një kohë të gabuar shpirtërisht, po edhe mund të kemi pasoja të një trazimi shpirtëror, si rrjedhim i ambientit toksik, i rrethit toksik, po edhe i të afërmve apo i njerëzve të rrethit të ngushtë që me apo pa dashje, me synim apo pa synim, i kemi pjesë të rrethit të ngushtë dhe rrjedhimisht marrim prej tyre ndoshta botkuptime të gabuara ose stimulime të dëmshme dhe motivime të cilat na bëjnë dëm në çështjet e zemrës. Por ta pasur ndoshta më të qartë, po i përmend disa nga sëmundjet të cilat vetë i kemi trajtuar, ndoshta secili prej nesh të analizojë në kuadër të praktikës dhe përditshmërisë së tij. Fjala bie për shembull nëse dikush fjala bie ka lidhje të fortë dhe të keqe dhe të pamenaxhueshme me dynjon. Ky si rast sëmundje, jo si rast normaliteti, sepse në trajtesat fetare ky nuk trajtohet se diçka i cili është në një gjendje të mirë, nuk po trajtohet në një gjendje sëmundje. Nëse dikush ka një lidhje të keqe dhe një lidhje të fuqishme dhe të pamenaxhueshme me dynjon dhe gjithçfarë e mat me dynjon dhe gjithçfarë e analizon vetëm me arritjet e kënaqësive në këtë dynjë, realisht ky është shumë i rrezikuar nëse gjendet një rreth i cili ja stimulon këtë dëshirë dhe këtë pasion. Dhe fjala bie për shembull nëse rrim me njerëz që nuk e përmendin ahiretin dhe nuk masin me jetën e mëtejme, sikundër që ndoshta e gjithë biseda e tyre është gjithherë për rreth qefeve të kësaj jete, synimeve të kësaj bote kështu me radhë, ose se si njerëzit po garojnë, ose se si njerëzit kanë arritur, ose kush dhe çfarë ka arritur e kështu me radhë, megjithëse është shumë i rrezikuar që sëmundja ti përshkallëzohet. Ndërkohë që ndoshta në një shoqëri të mirë ku flitet shumë për jetën e mëtejme, një shoqëri të mirë ku relativizohet jeta e kësaj bote dhe nuk jepet në vëmendjen e zemrës, nuk jepet ajo peshë që japin njerëz të lidhur me dynjon, realisht do thotë qëndrimi me këta njerëz mirë për të mund të ishte edhe një terapi e mirë dhe një kur për t'u shëruar.